se për çka bëhet fjalë më shumë do të na bëj të ditur vetë zoti Berisha. Zoti Berisha, tregona pak më shumë për rastin, ju lutem. Po, përshëndetje për gjithë ju. Ashtu që thatë dhe ju, unë sot mëngjes kam marrë në rreth 8:20 kam marrë një telefonat nga banorët e fshatit Brestovik, domethënë lagje banu me komunitetin egjiptian të komunës së Pejës. Pra, kam marrë informat ku ata banorë kanë qenë në presion të ministrit Elbert Krasniqi, ka qenë prezent ministri, bashkë me kryetarin e degës të partisë së tij, zotin Abdel Berisha, dhe sigurimin personal, i cili ka qëndruar një kohë gjatë aty duke e penguar daljen e banorëve dhe duke ndikuar dhe duke bërë presion tek ta. Konsideroj që është e papranueshme, e padrejtë, e pandershme, për faktin që një ministër i cili ishte 6 vite, që shkon aty ju bëj presion me sigurim personal dhe t'i friksoj banorët, kjo vërtet s'ka kuptim. Dhe unë kam ushtruar këtë drejtë sepse konsideroj që është shkelje ligjore, edhe janë shkel gjitha rregullat ligjore për faktin që ne si kandidat nuk kemi asnjë arsye ditën e zgjedhjeve me qëndrunin një vendbanim ku ne nuk kemi asnjë lidhje me atë vendbanim. Zotri Berisha, a mund t'i ndosh me shikuesit e Dugaxhinit këto pamje që i keni nga atje? Unë pas pak në rrjetin tim social dhe në media po i ndoj pamjet, edhe do e kuptoni se sa të frikshëm janë duke ata njerëz, edhe normalisht që ne do t'i shkojmë deri në fund këtij procesi. Në rregull, faleminderit shumë Zotri Berisha për këtë lidhje direkte këtu në Dugaxhin, ka qenë bashkë me neve tonë.